Dhe pikërisht këtu ndryshon gjithçka. Kjo pyetje, në fakt, ndryshon komplet rregullat e lojës. Nafton të mendojmë jo vetëm për kaloritë, por për ritmin dhe renditjen e zakoneve tona. Le të shohim se sa i fuqishëm mund të jetë ky ndryshim i vogël në perspektivë. Mirë, le të fillojmë me seksionin e parë, rishikimi i pjatës. Këtu nis strategjia jon. Do të shohim se si thjesht duke riorganizuar atë që tashmë e kemi në pjatë, mund të kemi një ndikim të drejtë për drejtë në nivelet e sheqerit në gjak. E di, ti ngëllon pothuajse shumë e thjesht për të qenë e vërtetë apo jo? A mundet vërtet që rendi si han perimet, proteinat dhe karbohidratet të ketë një ndikim të matshëm? E po, përgjigja, siç do ta shohim, është një po e zëshme. Pra, ja cili është plani ideal i lojës për çdo vakt. E nisim me perimet plot fibra, pastaj kalojmë te proteinat, shtojmë yndyrna të shëndetshme dhe vetëm në fund fare karbohidratet. Po pse funksionon kjo? Studimet tregojnë se kjo renditje ka një efekt të jashtëzakonshëm. Fibrat dhe proteinat veprojnë si një lloj barriere mbrojtëse, ngadalsojnë përthithjen e sheqerit nga karbohidratet dhe kështu parandalojnë ato rrithjet e menjëhershme. Le t'i hedhim një sy më nga afër njërit prej heronjve të heshtur të kësaj historie, fibrës së tretshme. Imagjinojeni si një sfungjer inteligjent brenda sistemit tretës. Ajo thithuin, krijon një lloj mase gjelatinoze dhe thjesht ngadalson gjithçka. Kjo i jep trupit kohë të mjaftueshme për të menaxhuar sheqerin pa u mbingarkuar. Është si një frenues natyral i integruar. Dhe ja prova se sa e fuqishëm është ky hero. Vetëm duke shtuar më shumë fibra të tretshme në mëngjes, një studim vërejti një ulje prej 18% të nivelit të sheqerit pas vaktit. Kjo është dëshmi e gjallë se ndryshime të vogla, por të zgjuara, mund të sjellin rezultate vërtet domethënëse. E ku mund t'i gjejmë këto burime të mrekullueshme? E po, ja një listë praktike. Këto ushqime jo vetëm që gjenden kollaj, por mund të bëjnë pjesë e dietës së përditshme pa mundim. Një tas me tërshër në mëngjes apo pak avokado në sallat mund të bëjnë një diferencë të ndjeshme. Okej, pjatën e kemi rregulluar, por historia nuk mbaron këtu. Në seksionin e dytë do të eksplorojmë një dimension tjetër, po aq të rëndësishëm, koha e vakteve dhe lëvizja, sepse kur ham dhe çfarë bëjmë më pas, ka po aq rëndësi sa ajo që ham. Shumë kush ka dëgjuar për agjërimin me ndërprerje, por një nga zbulimet më interesante ka të bëjë me orën tonë të brendshme biologjike. Trupi ynë thjesht e përpunon sheqerin më mirë gjatë ditës. Studimet tregojnë se ngrënia e të njëjtit vakt vonë natën, në vend të pasdites, mund të çojë në nivele më të larta sheqeri. Pra, cili është qelsi? Një darkë më e hershme dhe më e lehtë. Dhe përfitimet shkojnë përpej menaxhimit të sheqerit në atë moment. Kjo strategji të ngrënit më herët ka treguar se përmirëson edhe nivelin e kolesterolit. Gjithashtu, ndikon pozitivisht te hemoglobina A1C, që në thelb është një matje e nivelit mesatar të sheqerit në gjak gjatë 3 muajve të fundit. Pra, po flasim për përmirësime reale dhe afatgjatë. Këtu kemi një përballje direkte, barë dhe zi. Kur qëndrojmë ulur pas vaktit, glukoza mbetet në qarkullimin e gjakut, duke pritur. Kur ecim, muskujt tanë e thithin atë glukozë për energji, duke larguar nga gjaku dhe duke ulur në mënyrë efektive nivelin e sheqerit. Dhe gjëja më e bukur është kjo. Nuk po flasim për maraton apo stërvitje raskapitëse. Siç thekson ky studim, edhe një ecje e lehtë është shumë më e mirë se të qëndrosh ulur. Madje edhe vetëm të ngrihesh në këmbë pas vaktit bën diferencën. Ky është ndoshta zakoni më i thjeshtë dhe më i arritshëm nga të gjithë. Tani, le të kalojmë te diçka pak më e papritur. Seksioni i tretë, përforcues të papritur. Këtu do të zbulojmë 2 elementë specifik që ndoshta nuk i keni lidhur kur me sheqerin në gjak, por që shkenca tregon se kanë një ndikim të fuqishëm. Le të fillojmë me diçka që lidhet me diellin, ose më saktë vitaminën D. Shikoni këtë shifër, është goxha serioze. Rreth 40% e të rriturve në SBA kanë mungesë të saj, përfshirë shumë njerëz me diabet. Pse ka kaq shumë rëndësi? Sepse vitamina D luan rol në ndjeshmërinë ndaj insulinës. Mungesa e saj lidhet me ato që quhet rezistencë ndaj insulinës, një gjendje ku qelizat nuk i përgjigjen siç duhet insulinës, duke lënë më shumë sheqer në gjak. Kjo tregon fuqinë e saj parandaluese. Për dikë me prediabet, sigurimi i niveleve të mjaftueshme të vitaminës D mund ta ulë rrezikun e kalimit në diabet me 15%. Ky nuk është një numër i vogël. Dhe kjo e përforcon edhe më shumë idenë.
Një rritje prej 30% në mundësinë e normalizimit të sheqerit është një rezultat vërtet i rëndësishëm. Sigurisht dhe kjo është thelbësore. Gjithmonë duhet folur me një mjek përpara se të merrni çdo lloj suplementi. Dhe cili është përforcuesi i dytë sekret, diçka e gjelbër dhe e shijshme, avokadoja. Fal përmbajtjes së lartë të yndyrnave të shëndetshme dhe fibrave, avokadoja vepron si një tjetër frenues natyral. Një studim zbuloi se thjesht shtimi i gjysmë avokadoje në një vakt ndihmojnë në zbutjen e kurbës së sheqerit në gjak pas ngrënjes. Mirë, tani që kemi parë të gjitha këto pjesë të puzzlit, është koha t'i bashkojmë. Në seksionin ton të fundit, do të ndërtojmë kuadrin e 6 zakoneve, duke i shndërruar të gjitha këto ide në një strategji të unifikuar dhe të qartë. Dhe ja ku i kemi të gjashta. Kur i shohim kështu të gjitha bashk, ato formojnë një lloj kutie mjetësh për shëndetin. Nuk bëhet fjalë për një ndryshim drastik brenda natës, por për një sërhapash të vegjël dhe të qëndrueshëm që së bashku krijojnë një ndikim të madh. Dhe kjo na sjell te pyetja më e rëndësishme nga të gjitha. Qëllimi nuk është i zbatoni të gjashta këto zakone që nesër, as pak. Ideja është të gjeni njërin prej tyre. Cili është ai zakon që ju duket më i lehtë për t'u integruar në jetën e përditshme? Sepse shpesh udhëtimi më i madh drejt një shëndeti më të mirë fillon pikërisht me të hapin e parë, më të voglin.